Kohrat ndruan dhe bashkëmetohen me të rrugëve, këngët, fytyra e sheshit. Njerëzit hinin me portretin e tij djers, dritë e dashurisë. Kjo gjendje e pazakonte sheshit pa dashur të futë në mendim. Të mëshuarit e këtij qyteti kanë lënë këtu diçka nga fëmijëria dhe rinia e tyre në ditët e luftës. Njeriu ka mall, emocion. Kujton ullën e gjatë të vështirë që ka përshkuar. Nëse sot nuk i gjejmë gjurmët e pazarit të vjetër, ato lehtë mund t'i shohësh nëpër arkivat e filmit. Dyqanet e bakërgjinjve, sarraçve, terzive. Gjymtyrë të vjetër, njerëzit e një kohe të re i shëmbër. Sheshi bashkonte njerëzit të festa e mitingje të mëdha. Në ditë denoncimit traktatesh e tradhtish, në ditë solidariteti me popujt e botës. Ku vendi kongreseve ku fliste dhe jepte kushtrimin Enver Hoxha. Ne partinë në krye, ne jemi të sigur se vitet që do të vinë kanë për të qenë akoma më të lavdishme e më të lumtura për popullin shqiptar. Vitet 60-70, metamorfoza vazhdonte. Rrugët e kaldrëmta dhe hotelet e vjetra. Imazhet që zhdukeshin një herë përgjithmonë veteshin vetëm në kronikat e kohës dhe në botën e nostalgjisë.
kalojnë vitet, stinët, muajt. Me thjetës njerëzve. Pret dhe përcjell, dëgjon hallet e tyre dhe lajmet e ditës. Tër botën e një gjend tek ata. Jes dashurinë. Këtu të nesërme njerëzit do të takohen përsëri. Ka nga ata që s'kthehen, ndërsa sheshi qëndron i zhurmshëm, krah hapur duke dëshmuar historinë e tij. Pran ver, vjesht. Linde përëndon, edhe përsëri lind. Po ky mëngjes është i pazakont. Sheshi sot është si ai zoti i shtëpisë. Ka shpërthyer portën e vjetër dhe pret të birin të kthehet nga udhët e luftës. Vjen të prehet me krahët e tij, të qëndrojë mes njerëzve, mes popullit. Vjen në këtë shesh të lirisë në vendin e kryetrimit. Dhe ja tek vjen drejtimi. Duhem të takojnë e të kuvëndojnë. Malli i ka marrë të gjithë. Ja, po e kemi ndërhoxhën në mes të kryeqytetit. Këtu, po ai briu popullit në një prej veprimeve të para të luftës për lirinë e Adhëut, në këtë shesh